Saban Nuzi është i njohur me masën e sigurisë të arrest me burg nga gjykata e posaçme pasi akuzohet si ekzekutori i Klevis Leshit në vitin 2020 kundrejt një pagese prej 50.000 eurosh. Gjatë seancës gjyqësore me dyert të mbyllura, Nuzi ka mohuar për fshirjen në vrasje. Avokati i tij Elton Hysenaj ka kërkuar pavlefshmërinë e komunikimeve të përgjuara përmes aplikacionit të kriptuar Sky ECC, mbi të cilat është ngritur një pjesë e madhe e provave të SPAK. Sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, vrasja e Klevis Leshit është kryer për llogaritë të Aurel Hoxhës, i njohur me Nofkën Kolaveri, në kuadër të një aktmarrje të përgjakshme pas vrasjes së vllajt të tij Agim Hoxha nga Arben Leshi në Britaninë e Madhe. Nga komunikimet e Sky ECC, Aurel Hoxha shpreh në një moment se i rregullova të katërt, çka sipas prokurorisë i referohet 4 viktimave nga familja Leshi: Xhavit Leshi, Hajredin Leshi, Artan Leshi i zhdukur dhe së fundmi Klevis Leshi. Ndërkohë, Samet Loka, identifikuar si pjesë e grupit kriminal të drejtuar nga Hoxha, është në arrest shtëpie pasi ai dyshohet për pastrim parash dhe përfshirje të një grupi të strukturuar kriminal. Aurel Hoxha vijon të jetë në Aratin, ndërsa Sajmir Kovaleri, i dyshuar si ndërmjetës mes tij dhe vrasësit dhe autorit të vrasjes, është arrestuar në Itali dhe pritet ekstradimi drejt Shqipërisë.